Përqindja e vajt në njësinë e peshës, për shembull, për kuintale masim në fabrik, është shumë e lartë krahasuar me parcela të tjera që unë nuk kisha përdorur as ofertë. Ky blok këtu do të jetë afërsisht 200 deri 300 vjeçar. Lirimin këtë vit, bile edhe vitin e kaluar, e kemi bërë me as ofertë. Mua më pëlqen nga prodhimi edhe zhvillimi, masa gjethore, pavarësisht edhe kushtet e natyrës janë çik të vështira. Po megjithatë, përdorimi i këtyre plerave bën që edhe bimat ketë rezistencë si bim ndaj temperaturave të larta, po ashtu edhe gjatë dimrit në temperaturë të se pak a shumë nuk po bën me dimrat forte tani, po pak a shumë për gjatë verës që janë temperaturat shumë të larta. Shoh ndryshim nga viti në vit me fjalë. Dhe aq më tepër nga përdorimi i azofertit, se bëj dhe krahasimin midis kësaj parcele që kam unë këtu dhe që kam përdorur këtë dhe një parcele tjetër që nuk ka përdorur azofertin. Ndryshimi në radhë parë është një në lulëzim dhe në lidhje. Përderisa përdor plera organik, dhe se quhet plera organike janë bio, nuk janë kimikatet. Edhe cilësia është shumë e mirë.